Erion Veliaj duket se nuk do dorëzohet sa i takon mbajtjes së zgjedhjeve në Tiranë, edhe pse ai u drejtua kushtetueses pas shkarkimit me shpresën se procesi do të pezullohej. Presidenti vendosi që më 9 nëntor të kemi zgjedhje në 6 bashki përfshirë edhe kryeqytetin. Presidenti argumenton ndryshe nga sa pretendon Veliaj, duke deklaruar se ai është shkarkuar sipas dispozitave të ligjit për vetë qeverisjen vendore dhe jo sipas nenit 115 kushtetutës, i cili i jep të drejtë Veliaj ta ankimojnë kushtetuese dhe kjo automatikisht e pezullon procesin. Por avokatët e Veliajt duket se nuk pajtohen me këtë argument. Sipas burimeve, ata pritet bëjnë një ankimim të dytë në kushtetuese dhe këtë herë për dekretin e presidentit. Sipas tyre, ai bie ndesh me kushtetutën dhe pritet ta ankimojnë me shpresën se do të jetë gjykata kushtetuese ajo që do ta ndaj shapin nga sheqeri. Në nenin 49 të ligjit për gjykatën kushtetuese thuhet: të drejtën për të filluar një kontroll mbi pajtueshmërinë e ligjit ose akteve të tjera normative me kushtetuton ose marrëveshjet ndërkombëtare e kanë edhe organet e qeverisjes vendore kur pretendojnë se u janë cënuar të drejtat e tyre të parashikuara në kushtetut ose pozita e tyre kushtetuese. Me këtë lëvizje Veliaj sfidon për herë të dytë Edi Ramën dhe ja bën qartë se nuk do të jetë aq e lehtë ta eliminosh politikisht. Rama po nxiton në maksimum që të mbajë zgjedhje në kryeqytet, por duket se sërish topi do të shkojë te kushtetuesja. Vetë kjo e fundit u pyet nga mediat nëse kishte një reagim mbi dekretin e presidentit dhe përgjigjja ishte: nuk kemi asnjë koment për çështjen. Nga ana e tij, Ilian Celibashi shpërndau në rrjetet sociale dekretin, çka do të thotë se ai është në shërbim të Ramës për të nisur sa më shpejt punën për mbajtjen e zgjedhjeve. Tani duket se do të jetë testi i vërtetë i kushtetueses, edhe pse pranoi padinë e parë të Veliajt, gjykata nuk foli fare qartë për publikun, duke mos e qartësuar nëse ishte pezulluar shkarkimi apo jo. Të shohim nëse tani do të jetë më e qartë. Por ankimimi i dytë i Veliajt i prish punën Ramës. Nëse kushtetuesja e pezullon dekretin, pyetja që lind është: çfarë do të bëjë Rama? Do të shkojë drejt paligjshmërisë? Veliaj ja dërgoi selamin. Jam mirë, më i fortë, më i vendosur se kurrë në betejë me të ligën, shkruante Veliaj në mesazhin drejtuar qytetarëve duke falendëruar për qindra letra që thotë se ka marrë nga mbështetësit e tij. Pra duket qartë se lufta nuk mbyllet. Ajo do të ketë shumë beteja.